Kjo është qarshia e përmend Tetov, konkretisht një pjesë e rrugës 185. Siç shihet nga pamjet, shirat e rëna gjatë ditës së sotme e kanë përkecuar gjendjen e kësaj rruge. Banorët thonë se rruga nuk ka qenë më parë në këtë gjendje, por se komuna e Tetovës ka hequr pllakat e kallëdrëmit për t'i përdorur në shtrimin e rrugës së butiqeve, që nga shtatori kjo rrugë ka mbetur kështu, me pluhur në mod të mirë dhe balt kur bie shi. Siç e shihni edhe ju në këtë moment, çdo herë kur bie shi është rruga në këtë gjendje. Domethënë këtu për momentin kemi kërkuar edhe taksit nuk na kanë ardhur për dëni rast, ndihma e shpejt nuk vjen këtej, domethënë gjendja është aq e rënduar saqë ne jemi mundu disa herë të bëjmë kontakt me kryetarin e komunës të Tetovës, domethënë kemi hasë në vesh shurdhër, nuk ka vullnet. Domethënë ne kemi kërku, i ka marrë bekatonkat, kemi kërku vije për ta rregulluar, ai ende sot e sot, domethënë ne kalon këtë gjendje që edhe vetë shikni. Është katastrofike se mbasi morën bekatorat premtau se ta bëjnë rrugën, por se kanë me ta bëjnë. A ne vujmë këto, kanë pleq, kanë smut, ka njerëz, shifë se është gjendja. Turp është për komunën, mëse rregullisht e ka një javë punë, ka më shumë se një javë. Sa be shi këto bot, po edhe jo ka shi, po edhe pluhni i madh është, jo se nuk vetëm shi, pluhni edhe më i keq se shi është. Se pluhni dëmson më shri ndon njerëzit. Prej kur janë të tërhiq ato kallëdërma prej rrugës nalt, edhe verës, po edhe dimrit, po edhe tash pranverë, gjithmonë ka probleme. Kohën e shiut, ja, e shihni vet, në çfarë situata është rruga, jo vetëm për komsorët, po edhe për makinat edhe për gjithçka. Është problem tjetër se kur bën kohë e mirë, pluhri mbyt krejt këtë lagje, prej nalt, bëhet fjalë për një zonë diku. Nga komuna e Tetovës thonë se gjatë muajit maj apo qershor do të fillojnë punimet për asfaltimin e kësaj rruge me mjete që do lëshohen nga qeveria. Sigurisht që jemi të informuar për gjendjen dhe besojmë se sipas informacioneve që kam, brenda muajit maj, eventualisht brenda muajit qershor, do të fillohet me punë në atë zonë, në atë rrugë, pra me mbështetjen e qeverisë do të arrijmë që të asfaltojmë atë rrugë dhe besoj se banorët më nuk do të kenë problem në lidhje me rrugën e tyre. Banorët e lagjes 184 sot deri në redaksin tonë dërguan edhe pamje se si të rreshurat e shiut futen në shtëpitë e tyre.